Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut rënditen ndër vendet e Ballkanit Perëndimor me përqindjen më të ulët të qytetarëve që nuk do të largoheshin nga vendi, edhe nëse do të kishin mundësi sipas anketës së opinionit publik të Barometrit të Ballkanit 2025. Vetëm 56% e shqiptarëve deklarojnë se nuk do të emigronin, një nivel më i ulët se mesatarja rajonale dhe më i dobët sa i shumicës së vendeve të rajonit. Në nivel rajonal, 59% e qytetarëve thonë se nuk do të largoheshin nga vendi i tyre. Në Kosovë kjo përqindje arrin në 64%, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë në 62%. Malizi dhe Serbia regjistrojnë të dyja nga 59%, ndërsa vetëm Maqedonia e Veriut shon një rezultat më të ulët se Shqipëria, me 53% e qytetarëve që preferojnë të qëndrojnë. Të dhënat tregojnë se në Shqipëri 44% e qytetarëve do të ishin të gatshëm të jetonin ose punonin jashtë vendit, përfshirë 18% që deklarojnë se do të largoheshin përgjithmonë nëse do të kishin mundësi. Këto shifra e pozicionojnë Shqipërinë mes vendeve më të ekspozuara ndaj emigracionit në Ballkanin Perëndimor. Sa i përket destinacioneve të preferuara, Bashkimi Evropian mbetet zgjedhja kryesore absolute për shqiptarët. Rreth 78% e atyre që do të emigronin do të zgjedhin një vend të BE-s, ndërsa 16% do të preferonin Shtetet e Bashkuara. Tendenca është e njëjtë në vendet e tjera të rajonit, duke reflektuar rolin qendror të BE-s si destinacion ekonomik dhe social. Rezultatet e barometrit sugjerojnë se ndonse shumica e qytetarëve në rajon ende preferojnë të qëndrojnë në vendet e tyre, Shqipëria po përballet me një nivel më të lartë pasigurie dhe mungesë perspektive krahasuar me fqinjët.